lam, thashë zotni, ti nëse pëdishe që është e brendshme, atëherë pse nuk reagon, si shte. Lea që të vetëm të përgjë. Unë kam reagu për spekulimin, ma dje kam thonë se është spekulu dhe po spekulohet. E di që ke përmenem, dhe kërkoj folje, së e di që ke përmenem. Unë kam reagu për spekulimit, jo të kondër, dhe kam thonë, Mamet Lika nuk e meriton që në rastin konkret me shku me spekulime, a i do një trajtim si që dhe është sot. E di që ata me në ke përmenem, po që ta shajnë Berisha s'dula së të njën duke. Jo, nuk ka dalë, po tani është... Nëse edhe me kërku folje së morë. Unë si mbas me, po, Bedri, jo Bedri, po çdo njëri prej nesh. Nëse del në jamën, që del në mënyrë të mos short morë me të fal. Unë i kam reagu spekulimit kundërtën e kam bërë. Atë kërkoj folje, që unë po kërkoj folje se s'pas na di çu shka reagu. E di që ke përmend në jamën, po që jamën sot nuk di. I kam reagu spekulimit. Ato çfarë e kemi parë nëpër media, sidomos ditëve të fundit, mediat të cilat i përmend edhe Mulla Osmani janë personat të cilët kanë lidhje direkte ose indirekte të ekspozuar nëpërmjet TikTokut duke bërë ligjerime dhe po jam interesuar ta marr edhe opinionin edhe të Mulla Osmanit edhe Bedri. Le të ndjekim për pak çaste çfarë ndodh në TikTok. Pjesa më e madhe që e frekuentojnë këtë rrjet social ndoshta ka mundur ta shohin, një pjesë tjetër jo, por gjithsesi është diçka që ndodh në baza të rregullta. Tani sa janë këta persona të rrezikshëm ose çfarë ndërlidhshmërie kanë me grupe ekstreme, kjo mbetet një pikë pyetje e hapur për ta diskutuar. Le të ndjekim për pak çaste këtë moment. Thot Allahu në Kur'an, unë nuk i kam krijuar xhenet dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua. Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti thot, unë i kam krijuar që t'i urdhëroj për adhurim, e jo pse kam nevojë për to. Allahu ka thënë, xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, çdo tradhtori të pavesi do të ngritet në flamun në ditën e Kiametit. Do të shpallet hall përse ky është tradhtori dhe mashtruesi i filonit, i birit të filonit. Këto videot e afishuar në TikTok, një pjesë e madhe e tyre janë të arrestuar, veçmë të prangosur Bedri, apo? Të tretë që ishin këtu në transmetim janë të arrestuar. Çfarë flet për këtë, çfarë flet ky lloj organizimi, ky komunikim nëpërmjet TikTokut? Po, më lejo në aspekt në sigurisë ta trajtoj këtë çështje. Vetë mungesa e etnitetit juridik të komunitetit musliman, në rastin konkret paraqet jo siguri. Sepse shteti jonë për 20 vjetë ka dështu që me i dhonë emërtim juridik, institucione, mekanizmave qofshën dhe fetar, dhe të njëjtit organizma nuk kanë kapacitet juridik dhe mundësit protokollit të organizimit sigurisë juridike për vetë strukturat në këtë rast që i kanë xhamit që përdoren për aktivitetin ndoshta që binë kundërshtim me Kodin Penal të Republikës Kosovës. Prandaj, ne duhet të kemi shumë kujdes, sepse edhe mos veprimi është vepër penale. Dhe në rastin konkret, nëse përfaqësues e Shtetit të Republikës Kosovës nuk kanë vepruar, edhe na dyshimin që e shfaqe Hoxha i nderuar se ndoshta kanë dashur që me kriju kushte për me organizuar radikalizëm e ekstremizëm, kemi bëjmë pashtë me vepër penale. Këto videot, këta persona, çka mund të flasim për këta persona dhe sa janë të rrezikshme këto ligjërata, këto komunikime tyre. Më pastaj do dua edhe opinionin e Mulla Osman. Po, këto pas parës janë ligjërata. Ligjërata është Allah e ka kriju njerimin edhe xhenet për me besu, mi besu atin. Ligjëratët nuk po ligjëratët si komunikim e kam fjalën. Këtë Kosova e dinë botë kuptimi, për që s'ka ekstremizëm, që s'ka vehabizëm Kosovë. S'ka? Veç ai që është i marrët, s'ka. Okay, mendoj se ekstremizmi, vehabizmi